Në fshatin Labove Kryqit në bashkinë Liboho, familja Memo vazhdon të ruaj një nga traditat më të hershme shqiptare, nxjerrjen e rakisë dhe prodhimin e verës. Kjo traditë është trashëguar brez pas brezi dhe mbetet ende e gjallë fal përkushtimit të familjes. Figalia Memo, 62 vjeçe, është sot ruajtësja kryesore e kësaj trashëgimie. Ajo tregon se zanatin e ka mësuar që në fëmijëri nga familja e saj dhe se prej dekadash vazhdon ta ushtrojë me të njëjtin përkushtim dhe dashuri. E kemi patur traditë që nga prindrit, nga gjishërt. Mamën e kam patur nga pogoni dhe ishte me vreshtari, me bagëti, me blektori. Erdhi nuse këtu e vazhdojti traditën përsëri. Na e ladhe neve si fëmijë. Dhe vazhdojnë dhe babai, bashkëshortit edhe nëna prap kishin vreshtari, kishin blektori, vetë ka qenë blektor. Dhe e kemi patur, domethënë, traditë gjithmonë këtë pjesë. Nuk mund t'i shmangemi. Sa ditë keni që keni filluar për të nxjerrë rakin? Nxorëm në fillim një 20 ditë, e shkëputëm që të vinte rushi tjetër, dhe tani filluam prapë kemi një 10 ditë që kemi filluar. Ju keni vreshtat tuajt? Tonat. S'ka ndonjë ndryshim të madh, por kështu na doli rushi që e blijem. E morëm vetëm për vërnas dhe shesh të zi, na doli dhe shesh i bardh, na doli dhe muskati. S'ka që bën, kështu janë parjetet. Procesi i nxjerrjes së rakisë dhe prodhimit të verës sipas Figalisë kërkon kujdes të veçantë dhe respektim të disa hapave të rëndësishëm, nga përzgjedhja e lëndës së parë deri tek fermentimi dhe distilimi. Çdo fazë ndikon drejt për drejt në cilësinë maksimale të produktit. Çfarë procesi ndiqni për nxjerrjen e rakisë, për nxjerrjen e verës? E mbledhim rushin, e shtypim, hedhim në përfuqira. Dhe pastaj fillon vëlimin ai. Po ta shtypësh 3 herë ditën, 4 herë ditën në procedurën vetëm me shtypje, sa të qetësohet rushi. Kur qetësohet nxjerr lëngun sipër, pastaj nxjerr verë sa të duash. Ne kemi nxjerr domethënë vetëm 4 kuintal, nga një 10 kg në çdo bidon. Më tepër jo. Se aq, nuk. Tani nxjerrim vetëm raki dhe kjo është. Ka ndonjë sekret që ndiqni për cilësinë? Sekret. Nuk ka ndonjë sekret të madh. Kurse mua më pëlqen vera ta nxjerr kur nxjerr rakin. Nuk e nxjerr dot verën para se sa të shtypësh rushin dhe për 4-5 ditë të nxjerr verën, nuk e bëj dot. E dua verën ta nxjerr siç e nxirrte mamaja time. Sa ajo ishte me vreshtari i të madhe, i të jashtëzakonshme në pogon. Pse, çfarë ndikimi ka? Se vera piqet, stazionohet në cipura brenda dhe pastaj e nxjerr. Domethënë e nxjerr verën të pastërt. Nuk ka problem as ta kullosh, as të hedhësh ilaç, as ta simbulosh me asnjë gjë tjetër. Nëse e nxjerr shumë shpejt, o ta nxjerrësh të ëmbël, o ti hedhësh ilaçin, do ta mbash. Unë nuk i hedh. E mbaj verën siç është. Një proces i vështirë. Është i vështirë, po është dhe i bukur. Është më mirë që ta nxjerrësh rakin me dru apo me gaz? Me dru. Se me dru? Kështu është, ka qenë gjithmonë tradita dhe rakia del gjithmonë me ëmbël dhe gjithmonë me qetë. Kurse gazi do t'i japësh flakën. Edhe ajo do hedhi sa do hedhi. Nuk më ka pëlqyer. Po kazanin e keni të vjetër apo e keni kazan të ri? Të vjetër. Jo dhe shumë të vjetër, po jo dhe shumë të ri. Ka mbi 30 vjet. E kam patur të babait tim të mamas. Ndikon kazani? Ja. S'ka pse të ndikoj kazani, se bakër janë, çdo kazan bakër është. Megjithatë, Figalia pranon se tregu për shitjen e këtyre produkteve tradicionale është i vështirë. Ku e tregtoni ju tani? Mama merr dhëndri në Korçë. Po gjeta dhe diku në një mushteri tjetër, hajde. Po s'gjeta. Është vështirë tregu? Është shumë i vështirë. Edhe i vështirë dhe i lirë. Me gjithë punën që bëjmë, nuk ka treg të mirë. Po tek fëmijët e keni mësuar këtë proces? E bëjnë, e nxjerrin rakin, e nxjerrin verën, sa interes ka për? Djali po, ka interes dhe bën. Vajzat jo, dhe aq. Se janë me punët e tyre, janë familjet e tyre, nuk e kanë atë rrugë të këtij prodhimi. Ja. Për të mos e lënë traditën të shuhet, Figalia ja ka mësuar këtë zanate dhe djalit të saj, me shpresën që prodhimi i rakisë dhe verës të vazhdojë të trashëgohet brez pas brezi, si një pasuri kulturore dhe familjare e çmuar.